Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje dhe mirë se ardhët në emisionin e rregull tashmë, këtu në RTI, çdo ditë pune prej të hënës deri të premten gjatë muajit Ramazan, pra emisionin në hijen e mëshirës. Por sot kam të ftuar Hoxhë Rasim Haxha, me të cilët flasni për temën pra përmirësimin e namazit gjatë Ramazanit. Njëkohësisht edhe ju të nderuar shikues mund të bëni pjesë e këtij emisioni përmes linjës telefonike duke bërë pyetje pra direkte, po ashtu edhe pyetje me SMS. Hoxhë, selam aleikum i sirve. Wa aleikum salam wa rahmatullah, mirë se u gjej juve, përshëndetje për ju dhe gjithë atyre që po na përcjellin. Allah shpëlbeft. Si kanë shkuar këto ditë në atmosferën e Ramazanit në qytetin e Filizajt? Atmosferë ka mjaft, elhamdulillah, mirë po kanë shku shpejt. Ashtu që ka përmend Allahu ditë të numëruara, po ikin shpejt, po shkojnë shpejt. Mirë po inshallah kemi mbush me punë të mira, punë të cilat na ketë pranuar Allahu i lartësuar. Pra, përmirësimi i namazit gjatë Ramazanit, pse duhet të jemi kaq shumë të përkushtuar për namaz ose në namaz? Atëherë me emër të Allahut fillojmë, për ti ndihmë falë kërkojmë, përshëndetjet se lavdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ishin rrugës së tij deri në ditën e fundit. Tashmë pothuajse është bërë njohur ndërlidhje kjo çështja e ndërlidhjes së namazit me agjërimin. A pranohet agjërimi pa namaz, a nuk pranohet, e që nuk është temë jonia. Mirë po, unë doshta me shfrytzu kohën në cilën jemi dhe ditët të cilat jemi, ditë Ramazani, e që ndryshimi është më i lehtë edhe mundësia për me avancu në fetarin tonë është shumë më e lehtë dhe më e favorshme, atëherë jo mundu me bani ndërlidhje se qysh mu ndihmu me agjërim edhe qysh mu ndihmu me Ramazan që me përmisu namazin tonë. Shtrohet pyetja, a ka nevojë mu përmisu, a kemi nevojë me përmisu namazin? Kush s'ka nevojë mu përmisu? Një pyetje thjesht nëse ja bojmë vetës, edhe i themi se a je i gatshëm me adërzu shpirtin Allahu të lartësuar në momentu. Edhe unë mas pari kam e thonë jo, edhe tjerë që shto besaj. Pse? Sepse du të falem hala. I kam do namazë që nuk i kom falë, nështë ta mos i kompenzoj diqysh. E kretë kjo të regon që ka hapësir për me përmisu namazin edhe për me regullu atë. Ndërsa përmisimi, kisha me thonë, i përfshin dy sferat kryesore ose në dy drejtime, i shdash që përmisimi jo në mullë koncentru. E para, rritja e sasisë së namazit. Dhe e dyta, ngritja e cilësisë. Kemi nevojë edhe për me shtu namazet, kemi nevojë edhe për me perfekcionu namazin, edhe me bo më mirë, edhe me bo në cilësinë më të mirë. Përse se në pikë veç e veç, do t'i themi ka pak fjalë. A kemi nevojë me shtu namazet? Dikush të tu një fali 5 kota, s'ka mundësi me shtu? Ka mundësi sot dush. Sepse ai i cili ka qenë më i mirë se unë, më i mirë se ti dhe më i mirë se çdo kush që ka ecën mbi këtë tokë, është fal shumë më shumë se sa 5 kohë të namaz. Kështu që kemi hapësirë edhe kemi mundësi me shtu namaze hala. Aq më tepër që dikush nuk është i rregullt namaze. Ka mundësi që dikush nuk është i rregullt namaze, i fal disa prej namazeve, ose kemi njerëz që falin vetëm xhumon. A nuk është Ramazani shans e mirë për me i shtu namazet, edhe për me qenë të rregullt namaz? Pse? Sepse nuk po na vjen namazi më lehtë në Ramazan, kemi xhamijat më të mbushura. Qoftë namaz taravive, qoftë namazet ditore, xhamijat janë më të mbushura. Pse? Namazi është më i lehtë. Namazi është më i lehtë edhe dyqysh po e ndit mangët veten që tër ditën agjërushëm së hamur dhe më spijë dhe më smehimu fal mirë. Do thotë në Ramazan po e rrisim sasinë e namazit, do thonë po i shtojmë namazet të cilat nuk i fal. E kështu që përderisa në Ramazan është më e lehtë, edhe është atmosfera më e butë, më e këndshme për adhurime dhe për nënshtim ndaj Allahut të lartësuar, atëherë shfrytëzojmë këtë mundësi. E shfrytëzojmë këtë mundësi dhe i rrisim kohët e namazeve nëse nuk jemi të rregullta në to. Nëse në Ramazan nuk fillojmë mu falë rregullisht, ose nëse në Ramazan nuk fillojmë mu falë namazin, kur kemi me fillu? Mund të fillojmë jashtë Ramazanit. Mirë po ta dimi që e kemi shumë herë më vështirë sa në Ramazan. Sepse Ramazani që është atmosfera. Allah i lartësuar e ka bërë atmosferën e Ramazanit shumë të këndshme. I ka hap dyert e xhenetit, do thotë aroma e xhenetit dhe veprave të xhenetit vazhdimisht e nohot gjithkon. Përderisa i ka mbyll dyert e xhenemit që punët e xhenemit edhe veprat të cilat të shpinë në xhenem është vështirë më u kryo shumë më vështirë se jashtë Ramazanit, ndërsa armikun kryesor shejtanin e ka prangos. Domthonjë çka Allah e ka bënë atmosferë shumë të përshtatshme që besimtari
me reflektu udhëzim më tepër, ose me reflektu udhëzim nëse s'është i udhëzuar fare. E tash nëse me qëto favore që i ka, edhe me qëto situatë shumë të këndshme, nëse nuk e shfrytëzon mundësin, edhe me ndryshu dhe me i shtu namazet, ose me fillu me namaz, kur? Mas i lëtiruat shejtani? Mas i të hapën dyrët e xhehenemit edhe fillon ajo nxehtësia e xhehenemit, edhe ato ernat jo të mirat xhehenemit mu përhap edhe në për tokë, e pastaj dyrët e xhehenemit mbyllen edhe nuk mundemi me gjetë let aromën e xhenetit, kur? Atëherë të shfrytëzojmë këtë mundësi edhe të ngrisim, të shtojmë namazin për nga sasia. Nëse s'kemi qenë të rregullt, të falim rregullisht në Ramazan, mirë, po pas Ramazanit mo të vazhdojmë me këtë tempo. Nëse kemi qenë vetëm me xhumo, a mjafton? A është mjaftueshme ose pyet veten ti, çka më bëu me një xhumo? Mirë është kjo. Më mirë me një xhumo se as me atë. Mirë, po çka do të bëj një herë në javë? Një herë në javë do më thon Allahut, o Allah ty të na shtrohëm dhe ty të madhëroj për mirësitë që më ke dhënë edhe për urdhrin 25-6 herë në Kur'an që e ke përsërit për më fal. Unë një herë në javë. Thonë te ke përsërit urdhrin 26 herë për më fal në Kur'an, edhe më fal 5 herë në ditë, unë një herë në javë të fal. Do ku jemi na? Karshi urdhrit të Allahut lartësuar. Pastaj nëse kemi disa kohë namazit, ka shumë prej besimtarëve që zgjohet herët mëngjes e fal sabahin, shkon punë dhe pastaj kur vjen të shtëpia nëse mundet me fal ndaj kohë, ndërsa kohët e ditës ikin. Ikin për arsye se është i pakujdesshëm se me qenë pak më i kujdesshëm i fal. Edhe në Ramazan apo mundemi i fal. Atëherë vazhdo mos Ramazanit. Mirë, ai që është i rregullt, shto nafile, shto namazë sunete. Nëse s'ke qenë i rregull në sunete, mundohu të jesh i rregull në sunete, pastaj edhe namazet tjera vullnetare, për të cilat kemi shumë nevojë edhe në jetën e kësaj bote, po kemi shumë nevojë edhe në botën tjetër. Kjo është ajo rrofshi i parë ose dimensioni i parë që duhet besimtari të koncentrohet në Ramazan për shtimin ose rritjen e sasisë së namazit. Nëse nuk është në nivel, gjithë ne nuk jemi në nivelin e duhur. Pra së pari duhet kemi parasysh që duhet të falmi, pastaj dhije që duhet të jemi të përkushtuar në namaz. Edhe më thënë, po ajo që më iku, nëse dikush prej atyre që agjerojnë, akoma s'ka fillu më fal mirë, kur do më nisë? Kur do më fillu? Kur do më pa e humb këtë shansë dhe këtë atmosferë kaq të bukur dhe kaq të këndshme? Vështirë kemi pas jashtë Ramazanit. Nuk është e pamundur. Shumë njerëz kanë filluar dhe jashtë Ramazanit më fal. Mirë, po kanë qenë njerëz me karakter të fortë, edhe kanë qenë njerëz me vendosmëri të lartë, për ndryshe është më vështirë. Pastaj ana tjetër kemi nevojë me ngrit ose me rrit cilësinë e namazit. Sot është e lehtë ndoshta më u kap kjo si çështje që na duhet me perfekcionu namazin edhe me bë sa më mirë dhe sa më cilësor. Pse? Sepse sot ka të shkosh flitet për cilësi. Flitet për cilësinë e ndërtimit, cilësinë e arsimit, cilësinë e çdo mjeshtrie edhe çdo pune. Ta mirë, përderisa njeriu po e kërkon edhe po e dash ka cilësinë çdo kund. Çdo kund më di cilësi edhe në veshje edhe në dukje. Mirë, pse Allahu ti dërgojmë çka diçka. O fala, qysh mujta, ndosht, sikur dojmë me thonë, ndosht Allahu me e marrë le ta merë, mos ndosht, le ta revizon. Pse Allahu i lartësuar mos me i dërgu cilësi ati, kur Allah është më meritori që ne ti dërgojmë veprat e tona me cilësi të lartë. Sepse Allahu i lartësuar është shumë bujar, na ka kryu neve në formë shumë të mirë, na ka dhënë të mirat në mënyrën më të mirë, atëherë pse dhe ne të mos i dërgojmë ati cilësi. Për me ngrit cilësin, është për qëllim këto përkushtimi namaz, për ulja namaz, për jetimi i namazit. Sepse namazit do në përjetim, aja ona e jashtme, ngritja e duarve, tekbiret, rukuja, sejdja, gjitha këtu janë aja ona skeletore e namazit, që e mojnë namazin në ka mirë, po ka diçka të brendshme që quhet shpirti i namazit. Aja është përkushtimi i namaz. Edhe në bazë që ti përkushtimi, njerëzit do të shpërblehen ditën e gjykimit. Sa që e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ka njëri që prej namazit vet nuk merr shpërblim, pos që ka kryer obligimin. Ka kryer obligimin ose nuk llogaritet për ta. Mirë, po shpërblim s'ka, për shkak se i ka mungu për ulja edhe për kushtimi në namaz. Përderisa ai tjetri do të merr shpërblim shumë për shkak të përkushtimit që ka pas. Unë do ta përmend këtu një element i cili na ndihmon shumë që të jemi më të përkushtuar në namaz dhe ta bëjmë namazin më cilësor. Dhe ti dërgojmë Allahu të lartësuar veprat tona sa më cilësore.
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur robi, kur besimtari hyn namaz, edhe fillon me leximin e Fatihas, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, ose para kësaj, pe Allahu i lartësuar thot e kam ndarë namazin në dy pjesë. Një pjesë e kam lënë për vete, një për robin tim. Këtu namazi është për qëllim Fatihaja, leximi i Fatihas, që bëhet në çdo rekate të namazit. Thot Allahu, pejgamberi alayhi salatu wasallam tash po na tregon thot, kur besimtari është në namaz thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu i thot para melaqeve, robi im më falënderoj. Kur thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu më herë i përgjigjet. Alo pa dal në jetin tjetër. Allahu i thot melaqeve, edhe krenohet para melaqeve, robi im më madhroj. Kur të thot Maliki Yawmiddin, pa dal në jetin e katërt, Allahu i thot melaqeve, robi im më lartësoj. Të më thonë 3 ajete, pa i përfundu, Allahu po i përgjigjet ti. Se cilin ajet? Të më thonë, ky një ajet, ose ky një fjalë, Allahu një lëvdat. Ama ku lëvdat? Lëvdat të shoqëria e melaqeve, të cilat pastaj do t'jenë dëshmitar për këtë person, edhe do t'i thojnë Allahu të lartësuar, o Zoti ynë, për filan personin ti e krenu para neve, se po të madhëron, e po të lartëson, e po të falëndëron. Do thotë në këtë formë, derisa i thot këto 3 ajetet e para, ky një ajet, Allahu një lëvdat. Ky një ajet, Allahu një lëvdat. Ky një ajet, Allahu një lëvdat. Pastaj Allahu kur thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu thot kjo është tash për robin tim, edhe robi tim do t'i jap ato që. Mirë, në këtë situatë, ose nëse e kemi në përjetim të tillë të namazit. Ta thonë ti një ajet, Allahu një lëvdat. A nuk është ajo ndjenja se Allahu tash është veç yti? E përjeton në namaz këtë ndjen se Allahu sikur është kamirët vetëm me tyje, edhe është vetëm me ytin këtë moment. Edhe me të vërtet është ndjen e papërshrueshme, ndjenjë e cila lartëson shpirtin, edhe e fisnikron shpirtin, edhe e bën shumë më të fortë sepse është lidh me Allahun e lartësuar dhe i duket që nuk ka dikush që është mes tij dhe mes Allahut. Madje i duket se Allahu nuk është kamirët me askën tjetër pos me këtë person, sepse po i flet mas çdo jetë që thot, edhe pse Allahu nuk e angazhon diçka ndaj diçkafit, sepse Allahu nuk nxihet, sikur se nxihet njeriu me punë dhe nuk ka mundësi me kryer një punë tjetër. Mirë, nëse na jep që të ndjen, nëse e përjetojmë që të ndjejmë në namaz, sa Allahu është duke fol me mua. Unë në një ajet Allahu i flet me laçeve për mua. Edhe sikur Allahu është kamirët vetëm me mua. Edhe është kamirët me namazin tim. Çfarë ndjenjë është? Çfarë përjetimi? Më të vërtet kemi me bëni namaz shumë të përsosur. Një namaz shumë të kompletuar. Edhe kemi me përjetu shpirtërisht. Madje nëse e përjetojmë që të formë, ndoshta kemi me thonë nuk çek me fol më herët. A jam folur më herët ajo, pse se kam përjetuar kështu. E ndihmova atëherë me këtë hadith edhe këtë myshdje të pejgamberit alayhi salatu wasallam që sa herë hym në namaz ta përjetojmë këtë bashkëbisedim me Allahun e lartësuar. Ta përjetojmë këto lavdata që Allahu i lartësuar na i bën tek melaqet e tij. E po e përjetuam kështu, atëherë i dërgojmë Allahut të lartësuar, ose po themi Allahut mirë, po në regjistrin e veprave tona, në librin e veprave tona, dërgojmë namaz të përsosur. Dërgojmë namaz cilësor, sikur se dërgojmë agjërim cilësor, pastaj sadakë cilësore, e kështu me radhë çdo vepër tjetër, që në bazë të cilësisë ta më herët kemi më u vlerësuar dhe kemi më u shpërbly. Atëherë po inkuadrojmë një telefonat, pastaj vazhdojmë të qëndrojmë në temë. Selam aleikum, nëse është ende në linje. Selam aleikum. Aleikum selam. Ndalja zërin në televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit, ju lutem. Po mund vazhdojmë me pyetjen? Kam një motër. Po, e kam një motër, vetë sa ja ka nisë me fal 5 kohë namaz, ama kështu ka dëshirë edhe më mbulu, ama diçka nuk pelejon ato, po thotë kam frikë me qitë mbulesën, e për ata çka do të me bo, vetëm të ndeshta më. Në rregull, faleminderit, do të merrni pas pak përgjigjen për pyetjen që bët, ndërka që përshëndrojmë edhe me tutjen në temë. Pse është namazi travis ka që rëndësishëm gjatë Ramazanit? Mirë, na e përmendëm fillim që të ndihmohemi me agjërim edhe me Ramazan që
ta përmirësojmë namazin tonë. Mirë, namazi taravis është i rëndësishëm, dihet domethënë vlera e tyre, besoj që është folë edhe këtu dhe flitet në për xhamia, që pejgamberi alayhi salatu wasallam thotë kush e fal namazin e taravis me besim në Allahun edhe duke e pritur shpërblim prej Allahut, Allah ja fal mëkatet. Mirë. Tash në anën tjetër, ai i cili i fal 20 rekate pas namazit yatsis që është me sunet edhe me vitër. Domethënë 30 ditë ose një muaj të Ramazanit i fal nga 20 rekate. Ky pastaj kalitet edhe i bëhet shumë e lehtë me i falë edhe namazet e tjera. Do të qëndron 20 rekate në kam, gjithatë ku një orë më tepër ose më shumë. Edhe pastaj çysh mua anku ky person? Me thonë vallai nuk po më i fal 4 minuta, nuk po më i fal drekën për shembull, ose sabahun, ose 7 minuta, 10 minuta drekën. E kështu që namazi i taravis, përveç që është i rëndësishëm që e ka vlerën edhe shpërblen Allahu shumë për ta, ai na kalit neve edhe na tregon se na mundemi me fal më shumë se sa që mendojmë. Na bind se na mundemi me i qëndru namazit, besnik ndaj namazit edhe me fal rregullisht. Sepse taravit nuk po na ikun, po i falëm taravit. Pastaj po e falëm namaz gjatë, është namazi më i gjatë që falet. Plus me imam, plus përgatitja para taravive. Mirë. Kjo na tregon që na mundemi më shumë. Wallahi në sabahun e falit dikush mund të më thonë, po tjerat mundesh mi falë atë. Po mundesh me qëndru një orë pa ndërprerje në kam. Ose me lëvizjet e namazit që janë ruku e sejdë kështu. Pastaj vjen edhe ankur se nuk mundesh me qëndru 4 minuta për me fal sabahun. Jo. Përmes taravive ne e zbulojmë këtu. Edhe e shpërthejmë këto mundësi që i kemi dhe këto aftësi për me bo ma tepër. Mirë po vjen nga shejtani, vjen edhe në Ramazan, sepse gjithë shejtanet jo nuk lidhen në Ramazan, edhe thotë nuk ke mundësi. Ani në Ramazan po, taravia po, me imam po, në xhami po, mirë po, nuk ka mundësi me nejtë gati namazit se ik Ramazani, po nuk duhet me leju me na ik atmosfera e Ramazanit, sepse Allah i lartësuar këtë atmosferë që e përmenda më herët, të cilën na e ka bënë Ramazan, sikur po don me na thonë neve, janë një muaj, sikur se kurs intensiv, e kuptove se çysh bëhet atmosfera e imanit, atmosfera e nënshtrimit ndaj Allahut, e përjetimit të adhurimeve dhe të poruljes ndaj Allahut të lartësuar, atëherë këtë atmosferë bëje vetë jashtë Ramazanit. Me veprat e mira, edhe me sjelljen tonë të mirë dhe korrekte, mbaj të hapura dyert e xhenetit. Dhe mbylli dyert e xhenemit duke e qëndruar larg veprave të xhenemit, ndërsa shejtani jashtë Ramazanit është lirohet nga prangat, mirë po ti mos lejo më të afër. Kështu që moje larg, moje sikur se të prangos. Kjo domethënë është ajo që duhet ta mësojmë prej namazit të taravive dhe ta kuptojmë si pikë të forcës që na mundemi me i qëndru besnik namazeve, me i fal aty rregullisht, madje mundemi me i perfekcionu edhe me i falë sa më mirë vazhdimisht duke e ngritë cilësinë e tyre, sepse ka gjatë po e falëm taravin, atëherë pse nuk i falëm edhe namazet tjera, përveç shpërblimit të madh që e kemi nëse e falim namazin e taravis. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Por noni. Përshëndetje për hoxhën dhe për juve. Faleminderit. Në teshta dhe një pyetje e hoxhës të qysh e kam një pandemie të mërzis tash që po na kryet Ramazani. Është normale apo është diçka tjetër? Është mërzi shumë e madhe që po shkon edhe më larg në vit. Do të merrni pas pak përgjigjen. Faleminderit që bëhet pjesë e këtij emisioni. Selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë, si ta ruajmë disiplinën e namazit pas Ramazanit hoxh? Meqense në Ramazan në fakt edhe namazin edhe shumë gjëra i kena parasysh, por pastaj me Fitr Bajram fillojmë një tre. Po gjithsesi, ndoshta kjo pak lidhet edhe me pyetjen që ke këtu. E këtij vëllai, po. Do të thotë se më të vërtetë Ramazani kur po hyjmë në rregullat edhe normat e Ramazanit, pastaj po mësohemi edhe mas Ramazanit po na duket vetja sikurse një jetim i cili i varros prindrit edhe kthehet te shtëpia pa babë dhe pa nonë. Kjo domethënë për faktin se njeriu e ka përjetuar Ramazanin, ka gjetë gjuhë të mirë kuptimit dhe të bashkëjetesës me ta, madje edhe ndoshta është mëshiruar me Ramazanin, saqë më nuk mundet munda. Mirë po, për me ngushëllu veten këtu, edhe mos me lën pastaj mërzien që me na mund atëherë që atmosferë të Ramazanit mundohemi me e vazhduar. E përmenda më herët,
që ndërlidhet me ato që e thash më herët, se Allahu i lartësuar na ka bërë atmosferë në Ramazan. Mirë, por jashtë Ramazanit na e ka lënë mundësinë tonë që me bëj atmosferë. Domthonë e bëjmë atmosferë vetës, po edhe i bëjmë atmosferë njëri tjetrit duke e përkujtuar me të mirat edhe ndjenjat e bukura që i kemi pas në Ramazan, duke e përkujtuar njëri tjetrin, duke e këshilluar njëri tjetrin, pastaj duke provuar dhe agjerim edhe pas Ramazanit. Të hanë tajte që janë ditë e preferuar për agjerim, pastaj 3 ditë e çdo muaj të hënor, e pastaj edhe agjerim vullnetar kështu, dikush kompenzimi që i ka met prej Ramazanit, pastaj ditët e shefalit që i kemi, në mënyrë që mos me na ndodh neve që prej Ramazanit deri në Ramazan mos me ekzistu diçka që quhet agjerim. Mirë, po me e provu agjerimin her pas here. Me e provu agjerimin her pas here, me e provu namazin vullnetar her pas here. Më mundu që me mbajt shejtanin larg, që kemi pas të parangosur në Ramazan, jashtë Ramazanit me mbajt larg, edhe me i kuptu se cilat janë çytjet e tij, cilat janë rrugët përmes të cilave tenton me depërtu tek ne, cilat janë veprat të cilat e gëzojnë edhe afrojnë tek ne, në mënyrë që t'i evitojmë ato, edhe të largohemi prej tyre që ta mojmë shejtanin sa më larg. Sa më larg që e mbojmë shejtanin, aq më të qetë jemi dhe aq më tepër atmosferë kemi. Mirë, ne 30 ditë ju përmbajtëm agjerimit. 30 ditë edhe namazit. 30 ditë u munduam me ruaj gjuhën tonë, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, ai që nuk e lën shpifin edhe veprojt me ta, Allahu është i panevojshëm për agjerimin e tij, do thotë fiton diçka shpërblim për atij agjerimi. Mirë, gjithashtu i provu në Ramazan. Edhe ishte e mundur një muaj mos me hangër dhe mos me pi gjatë ditës. Ishte e mundur që një muaj me ruaj gjuhën tonë. Ishte e mundur që një muaj me i përbi disa fjalë të cilat janë të pakëndshme edhe të cilat na hidhur mirë, po me i përbi për hatër të asaj që të mirësive të shumta që Allahu i lartësuar na i dha në Ramazan. E provuam që edhe një muaj ditë po ishte e mundur me nejt gati namazit edhe me kryer rregullisht, madje edhe shumë namazet tjera. Mirë. Ishte e mundur, po atëherë vazhdo. Atëherë vazhdoi këtë disiplinë sepse Ramazanin Allah i lartësuar e ka përmend me ditë dhe ka përmend me muaj. Do të thotë i ka thonë besimtarit që në fillim se Ramazani është një muaj. E një muaj, një kurs intensiv unë është me marrë dhe më aftësu i cili të përcjell pastaj deri në kursin tjetër, në Ramazanin tjetër. E kështu që të mundohemi vazhdimisht të mos e humbim këtë ndjesi, ose të mos na humbet fare, të mos e lëmë më uzbej, po nëse kjo në ndodh atëherë të mos na humbet, pastaj namazet rregullisht t'i falim, namazet vullnetare të shtojmë, agjerim her pas here, në ato ditët e preferuara që i përmend, në mënyrë që me e rujt deri dikon këtë atmosferë, edhe ose s'paku her pas here me kujtu, me thonë, sa mirë kemi kaluar në Ramazan, çfarë Ramazani ka qenë i begatshëm, i bereqetshëm, sa mirë jemi ndi, sa i lehtë agjerimi, sa i lehtë sadaka, zemra më e qetë, hidhrime më pak e gjitha këto, atëherë të vazhdojmë ne këtë kurs të cilin Allah i lartësuar në dha për një muaj ditë, të vazhdojmë ne në bazë tyre të punojmë për 11. Po thuaj se hoq çdo kush e thot këtë që me mujt me vazhdu tutja dhe pas Ramazanit, por me Bajram disi se hajtë sot hajtë nesër dhe pastaj normalizohet me atë jetën. Qenë Bajram si të lirohet në shejtant, me njëherë fillojnë me e përdor atë armën e tyre pak më të butë ka shinjerit. Dëshirë për kanë gjithë, por jo gjithë për mundë me vazhdu. Edhe cila është aja arma e cila ja afron në zbukurume, i thot, ti thot, je lodh 30 ditë. Pusha pak një 3-4 ditë. Pastaj ja nis, koku ja nis. Pusha. Mirë, si të fillon ky me pushu 3-4 ditë, ose një javë, ose 2 javë, o krymo e harroj atmosferën e Ramazanit. E kështu që duhet ta kemi parasysh se në moment kur na vjen në mendjen tonë se hajtë se do ta bëjmë. Hajtë se i vjen koha, hajtë se pas disa ditëve dije që shejtani është duke na lut lujën. Po natë mos e lujmë lujën me to. Mirë, po të thejmë mirë. Bajrami, që ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, ditët e bajrameve janë ditë të ngrënjes, pijes, të festimit edhe të madhërimit të Allahut. Mirë, kaloj bajrami të mos e lëmë na kalu ku ditë shumëta, edhe pastaj me na ikaj aroma e Ramazanit, mos e mujt më në hot. Ku na mbet? Upi, për arsye se kaloj kohë gjatë. Kjo e para, e dyta, të ndihmomi mes vete. Allah i lartësuar këtë elemente ka përmend në Kur'an në shumë vende,
madje dhe ka porosit pejgamberin alayhi salatu wasallam mund ndihmu me shokët, pastaj i thot unë të kam ndihmu me shokët, pastaj e porosit më u këshillu me shokët. Kur pejgamberi Allahut është pejgamber i mbështetur me shpallje direkt. E kjo është prej porosive shumë të rëndësishme të Allahut të lartësuar që njeriu për me mbajt një disiplinë të mirë, një vest të mirë që ka fitu, edhe për me mbajt veten larg një vesi të keq, duhet mu ndihmu me njerëz, të cilët e ndihmojnë. Nëse, pasëm një shembull thjesht, nëse dikush është largu prej alkoolit gjatë Ramazanit. Tash ky duhet me gjetë shok të cilët e mbështesin edhe ndihmojnë mos mu kthy më. Por ndryshe nëse kthehet në shoqërinë e hershme prap ka me filluar të kukon. Ose ai tjetri ka filluar me fal namazin, ose ka filluar me fal i rregull. Mirë, nëse shoqëria e tij edhe njerëz që shumicën e kohës e kalon me ta, janë njerëz që s'falen, atëherë ka mu lodh me ta, edhe ka me humbat energjinë që e ka marrë në Ramazan. Kështu që ndihmohu edhe me shok, ndihmohu edhe me shoqëri, ndihmohu edhe me ligjërata, ndihmohu edhe me pyetje, edhe me lexime, në mënyrë që të mos zbehet ajo që Allahu i lartësuar na i dha në Ramazan. Tërë për japin përgjigje dhe asoj motrës, që pyeti pra është ta motra ime është fillestare në namaz, dëshiron me qitë shamin, por po e friksoj diçka nga brenda s'poshtë vendosur një këshill. Unë jam i sigurt që kjo motër ka pas frikë edhe para se më fal. Edhe nëse e pyet, ka me thonë po valla kum dosh më nis më fal, po kum pas një farë frike. Qysh e ke mund atë frikën, do të me mujt edhe frikën e mbulesës. Sepse është e vërtet që te na alo ka shumë faktorë të cilët janë kundër mësimeve edhe vlerave të fesë. Aq më tepër që këtyre faktorëve po jepet hapësirë shumë, edhe pastaj njerëzit po krijohet përshtypja të shumë njerëz që shumica e njerëzve janë të tillë dhe mendojnë. Tek e fundit njerëzit mendojnë çka mendojnë. Unë jam pse kam filluar më fal? Për arsye se Allahu ka lip më fal për meje. Mirë, unë kujt kam i dhënë llogari? Kam i dhënë llogari Allahut. Sikurse, një shembull thjesht, nëse dikush punon në një fabrikë, edhe e ka shefin e vet. Vjen dikush një punëtor i thjesht ato i thot punon çështu, leje këto del atje. Çfarë do të më thonë? Ky i thot a diçka, unë jap llogari dikujt tjetër. Shko te veni jot i punës ti. Unë kam tjetër kujt që jap llogari. Kështu duhet besimtarit veproj. Çdo kush që tenton më na u përzi ose me ngjall frikë për çdo punë të mirë që do me nis ose me vazhdonto ose me shtu, atëherë i themi ne unë kam të dhënë llogari ty Allah. Ti ke llogarit mu, ti ke shpërbly mu, apo kam shpërbly Allahu. Ose unë më friksu dënimit tënd apo dënimit të Allahut. Kështu që kur ja bën këtë pyetje mendjes tonë, vetdijes tonë, edhe pastaj i jep përgjigje prej thellësisë shpirtit se unë ja kam i dhënë llogari Allahut. Allahu ka unë llogarit. Ai që mi ka lyp këtu, ai ka unë llogarit. Nesër gjithë këta njerëz që po mundohen më zbrops, ose po mundohen më pengu, ose bem arsyetu pse unë nuk fal ose pse unë nuk mbulona, këta njerëz nesër nuk kanë me mujt me i bë dobi vetes tyne e lemo mua. Atë pse të mashtrohem këtu? Don, pse të mbaj shpresë në diçka që nuk ka mundësi më ofru kur fardime. Kështu që çysh e ke mujt frikën, edhe ke filluar më fal, mund e frikën edhe me vendu mbulesën, sepse edhe mbulesa është obligim normal, namazi është më obligim edhe më farz, mirë po mbulesa gjithashtu është obligim, mirë po mbulesa e ka një të veçantë. Sepse femra muslimane e ka të obliguar me mbulu sa herë që e shohin meshkujt të cilët janë të huajt sipas fesë. Që do të thotë se sa herë e sheh një sy i huaj, i një moshë të huaj, kjo është duke bërë gjuna. Që kur del femra muslimane prej shtëpisë, edhe sa herë që e shohin njerëzit, ajo vazhdimisht është duke i bërë mëkat Allahut të lartësuar. Në anën tjetër, kur del me shami prej shtëpisë, edhe kalon para njerëzve, ajo është vazhdimisht në një adhurim, edhe pse këto ndoshta nuk e ndinë. Mirë po është në adhurim të vazhdueshëm. Femra e cila qëndron 10 orë të zonë jashtë shtëpisë, muslimonja, edhe është me mbulesë. Kjo 10 orë është një ibadet, që nuk ka mundësi dikush me bënë një ibadet 10 orë. Ose edhe më tepër. E këto le të llogaritë, domethënë. Unë vendoj mbulesën jashtë shtëpisë, në punë, në shkollë, kudo që jam, në rrugë, unë jam me mbulesë, por gjatë kësaj kohe vazhdimisht jam në adhurim. Pse unë më i hub këto adhurime? Ose pse më fituan, pse më i morën kaq shumë gjunohe? E kështu fali vetës, me dëgju pak më tepër për mbulesë, pastaj edhe gjithashtu me pas parasysh që muslimanët e para, gratë e pejgamberit, po dhe gratë e shokëve të tij, në momentin kur është bë obligim mbulesa, nuk kanë prit më u kthy në shtëpi.
Ajo që ka qenë treg, ajo që ka qenë rrugë, e ka hek një pjesë të veshjes saj që ka pas, nëse ka mujt me hek, edhe e ka mbulu kokën me ta, nuk ka prit të shtëpia. Me thonë të shkoj të shtëpia një herë, e bëj një hijab, e bëj një mbulesë, pastaj jevnoj, ose ta shohën një herë ta rregulloj terrenin, apo më fol ai, apo s'po më fol kë, apo pranojnë të shtëpia, s'po pranojnë të shtëpia, apo pranojnë kolektivi, s'po pranojnë kolektivi. Me nis me I prit gjithë ta njerëz derisa të na thënë po, ose ta fitojmë për krahun e tyre, na vjen vdekja. Ose kur s'kemi fituar për krahun e krejt njerëzve. Kështu që ne veprojmë bazë të asaj që na lyp Allahu I lartësuar, sepse atij kemi më dhënë llogari. Ai ka më në llogarit, ai ka më na shpërbly, po ai dënon për mos realizimin e urdhave të tij. Po marrëm disa pyetje me SMS, thotë selamu aleikum, deshta me ja bën një pyetje hoxhës së nderuar tek pjesa e zakatit, a kam vetëm për obligim të paguaj vlerën e arit që e kam, dhe në qoftë se kemi edhe para pra një shumë të paprekshme, a duhet edhe për ato të japim zakat apo jo? Selamu aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Kushtet e zakatit, rrethanat e zakatit është temë gjatë. Mirë, po shumica e dietarëve përmendin që arit dhe argjendit I bashkohet edhe pasuria tjetër që e ka. Ka ari dhe argjend edhe ka pasuri, ka para të gatshme, atëherë bashkohen të dyjat dhe jepet zakati për gjitha këtu. Në anën tjetër, nëse me ari nuk plotësohet nisabi, edhe knena me të hollat që I kemi nuk plotësohet nisabi, mirë, por nëse I bashkojmë të dyjat aty, pastaj e bojnë nisabin, edhe e obligojnë zakatin, atëherë I bashkojmë të dyja edhe pastaj e shohim sa është vlera e tyre totale dhe e japim zakatin e 2.5% të kësaj vlere totale që e nxjerrim pastaj. Kalojmë tek pyetja tjetër, thotë selam aleikum. Deshte të marrë një mendim të hoxhës në lidhje me ngritjen e çmimeve nga shumë dyqane apo butiqe islame, për shembull një shami më herët ka kushtuar 5 euro, e njëjta është bërë 8 euro, mos flasin për fustane e gjërat e tjera. Allah shpërbleft, Allah I ruaj, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Më thonë drejtën, unë s'kam fort informata rreth dyqaneve islame që po I themi, që shesin veshje islame, mirë po, ajo që po e vrejmë në vendin tonë është një rritje e çmimeve në mënyrë të përgjithshme. Po në anën tjetër nuk duhet që dikush me shfrytëzu momentin dhe me shfrytëzu rastin edhe me ngrit çmimet, sidomos kur e vrejnë që njerëzit kanë nevojë për artikullin e tij. Po duhet kur jemi të dyqanit islame, duhet ta llogarisim në një element. Përveç fitimit dhe biznesit që e bëjmë, që kemi halal, të llogarisim pak edhe në shpërblim. Të llogarisim pak edhe në shpërblim tek Allahu I lartësuar, po nuk di që të tham për çmimet konkretisht për veshjet islame ose librat fetare diçka, sepse nuk kam shumë informacion se si zhvillohet si biznes. Dhe vazhdojmë me pyetjen tjetër, thotë bashorti im është për namazli falet, po njëkohësisht edhe bisedon apo flet me gra të tjera. Edhe unë po ashtu thotë jam besimtare dhe falem. Mirë, po shpesh herë po hidhnohem bashortit pse flet me gjininë e kundërt. A kam gjuna në këtë rast? Sepse thotë të hesë për I fuli hiç. Fillimisht kjo gjinia e kundërt, më kisha thonë me hik si fjalë, sepse na nuk kemi kundër njëri tjetrit. Mirë, po gjinia femërore dhe maskullore, se gruaja dhe burri. Kështu që ka përmend Allah I lartësuar. Mirë, po gjinia e kundërt ta jep një farë përshtypje që sikur edhe jemi kundër njëri tjetrit. Si jemi kundër? Do të thonë Allah I lartësuar I ka bë njerëzit, po çdo krijesë. Po njerëzit veçanti I ka bë, përveç me lashe, I ka bë meshkuj dhe femra, sepse mashkulli ka nevojë mu kompletu prej femrës, sikurse femra ka nevojë mu kompletu prej mashkullit. Domethënë femrës I mungon diçka, të cilën e gjen te mashkulli, mirë, po dhe mashkullit I mungon diçka që e gjen te femra. Edhe kështu Allahu I lartësuar e ka bë kombinimin. Por ndyshe, të ishin të njëjtë, sikur sot tentohet me I barazu në gjithçka. Të ishin të njëjtë edhe mashkulli dhe femra, atëherë nuk kish me pas kuptim me I bë dy gjini ose dy krijesa. Kemi mjaftuar me njërin për arsye se janë të njëjtë dhe të barabartë. Mirë, po ajo është ka diçka, femra ka diçka që s'ka mashkull dhe mashkulli ka diçka që nuk ka. Femra të cilën e marrin prej njëri tjetrit dhe kombinojnë këtë formë. Ajo që po e përmend se burri falet edhe flet me gratë huaja, kjo nuk është në rregull absolutisht. Pos nëse janë biseda të domosdoshme, domethënë biseda të punës, që edhe ato duhet bëhen me limite dhe duhet bëhen me rregulla dhe sa është e nevojshme, jo me të I kalu nevojën e përgjithshme, ose te mjeku, ose në shkollë, ose domethënë thjesht sa është e nevojshme. Përndryshe, çdo bisedë mes mashkullit edhe femrës pa nevojë, ajo sjell bela.
domethënë përveç që është gjuna, dhe sjell gjuna, domethënë për personin, ajo sjell edhe bela edhe sjell telashe, sepse Allah i lartësuar kur ka ndalu prej diçkafit, ose kur ka saktuar një dispozit, automatikisht kuptohet që shkelja e kësaj dispozite sjell bela dhe telashe në tokë. Edhe kështu po na ndodhin telashet pastaj. Sa çifte po ndohen, sa çifte janë në prag të ndarjes, sa çifte domethënë vetëm janë grua e burr formalisht. Por ndryshe nuk ka me diçka më që quhet bashkësi mes tyre. Pse? Pikërisht kjo pakujdesia. Kështu që ne e këshillojmë këtë vëllatorin i cili falet, mirë po që s'ka arrit me luftu nefsin edhe me mund të nefsin edhe egon e vet që me ilon bisedat me femra, i themi që ke frikë Allahun të lartësuar, ti Allahu për cilin falesh, ta dish që ai të përcjell edhe të kontrollon edhe regjistron gjithçka me lashet për ato që vepron. E ka mundësi që çto biseda, çto që po i ban, më ta humbë dhe namazin ose më ta zbejë dhe namazin, ose Zoti na ruajt pastaj me ndodh që me lajthit edhe me dal për fesë skret. Thot selam aleikum hoxhë nderuar, a ka xhenet për ato gra pa mbulesë? Falem, agjeroj, mundohna me uru prej mëkateve, ama për mbulesën ende jam e pavendosur. Mirë shumë. Kur pyet a ka xhenet, domthonë xheneti nuk është i kërkujt, s'është as jemi as i kërkujt. Kështu që nuk jemi na të cilët rezervojmë vende për xhenet ose në xhenem. Thjesht na interpretojmë ato që ka përmend Allahu i lartësuar se jo me individ, me filona, me fisteka, mirë, po kush e vepron këtë vepër, do të jetë në xhenem, kush e vepron këtë vepër, do të hyjë në xhenet. Domthonë thjesht na hoxhallarët jemi interpretues. Femra pa mbulesë, e përmendëm më herët, po e potencoj edhe një herë. Domethënë gjatë kohës sa e shohin meshkujt e huaj sipas shariat, sipas fesë, pa mbulesë ato, ajo vazhdimisht është duke i bërë gjuna Allahut të lartësuar. Domethënë thamë më herët, nëse femra e mban mbulesën 8 orë, edhe është jashtë shtëpisë, 8 orë është një ibadet, ajo tjetra e cila është 8 orë jashtë shtëpisë pa mbulesë, 8 orë është i bërë gjuna Allahut të lartësuar. Që nuk është lehtë. Edhe nëse është gjuna i vogël, pse është gjuna i madh? Mos po mbulu. Mirë, po nëse është gjuna i vogël, 8 orë, 10 orë, më pak më shumë, ai bëhet i madh kështu. E kështu që ti shfrytëzoje namazin tan, agjerimin tan, të cilat janë vepra madhështore, edhe adhurime shumë të mëdha, edhe të cilat nëse i kryjmë me përkushtim, kanë më na ndihmu edhe kanë më na udhëzu edhe në punë tjera të mira. Shfrytëzoje namazin edhe agjerimin që më u forcu me to edhe për mbulesë. Edhe fali vetes tonë, për çka po folna? Kujt po i folna? Allahut. Po i dal përpara Allahut. Për ka unë po duroj, nuk ha dhe nuk pi, po i duroj ecjen edhe urin, edhe po i shkeli qefet edhe dëshirat e mia, për Allahun i lartësuar. Çaj Allah ka kërku për me që më mbulu. Ai Allah nuk i ka bën mbulesën për më rëndu. As më torturu, sepse ai më ka krijuar këtë botë edhe ka kriju gjithçka për mua. E nuk ka logjik tash ai me kriju gjithçka për mua, pastaj më torturu përmes mbulesës ose më dënu ose më nënçmu. Mirë, po ai këto e ka bërë për të mirën tim. Edhe vazhdimisht fali kështu mendjes derisa të mbulohesh. Mirë, po kujdes për shpëritjet e shejtanit, më thonë që ti bolli. Shumë mirë ti. Ti e të foli tash, ka njerëz që s'falen. Ne nuk jemi në garë me demelat. Gara për xhenet nuk është garë demela, sa ato se fiton demeli kur. Në garën për xhenet Allahu thotë wasari'u, nxitoni s'ka ku me nejt. Nuk ka ku me ec kadale. E le mona mu tregu neglizhencë dhe me nejt ulën. Gara e për xhenet na nuk e shikojmë ato i cili nuk falet edhe me thonë që në bile po falna. Jo, na në këtë garë jemi me njerëz të mëdhej. Mënyrë që mu nxit përmes tyre që me bë vepra të mëdha. E kështu që unë po falna edhe pa agjeroj, pse se kam mbulesën sikurse ajo tjetra e cila ka mbulesën falet edhe agjeron. Edhe jep sadak. Edhe sillet mirë me prindrit. Edhe është e moral. Domthonë pse si kam unë edhe kështu. Domthonë unë e kemi këtu garën e kemi me njerëz të mëdhaj, edhe kështu do të me bogarën, jo më mot me njerëz të vogël, më na or shejtanit e që ti je shumë mirë. Ka shumë më keq se ti. Është vërtet që ka shumë më keq se kjo, mirë po ka edhe shumë më mirë. E kështu që na duhet të krahasohemi me të mirën, jo me ata që janë në neve. Thotë, selamu alaikum, jemi 6 antar dhe jetojmë vetëm me një pagë minimale që me nxe kalojmë muajin. Këtë rast, thotë, nuk mundemi me jap zekatin dhe si me vepru. Do shta ka pas fjalën për vitrat, por besoj që është... Te vitrat,
pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka caktuar një kriter. Ai cili ka ushqim, kështu ka në hadith pejgamberit alayhi salatu. Ai cili ka ushqim për në ditë bajramit, do të më dhon vitrat. Mirë, kjo do të thonë kur vitrat ose sadakatul fitri jepet ushqim. Në anën tjetër, sot përveç ushqimit, jeta ne ka imponuar edhe disa obligime tjera financiare. Do të thonë sot pjesë tjetës madje pjesë esenciale tjetës tonë janë bërë disa gjëra që para disa dekadave kanë qenë luks. E kështu që përderisa nuk arrini me i mbulu shpenzimet, sidomos para bajramit ose edhe të bajramit, nuk arrini me komoditet me i mbulu këtu, atëherë ju i merrni vitrat. Nuk i jepni vitrat, po i merrni vitrat. Për ndryshe, përderisa i përmbyllni me komoditet, jo luksin, nuk po flas për luks tash. Sepse ka dallim dikush me blini një pol këpuca 70 euro ose 100 euro dhe tjetri 20 euro. Të më thonë, ne nuk po flasim për luks, po flasim për nevoja. Nëse i kompletoj nevoja tona, edhe dalim bajram mirë, edhe dalim me ato shpenzimet edhe obligimet që janë të përgjithshme që i ka çdo familje, atëherë japim zakatin e fit. Nëse që to si arrim, atëherë s'kemi më dhënë zakat për to. Pyetja tjetër thotë jam invalid dhe mbar pra hapa, tableta, nuk ka gjëroj, por pashtu dhe namazin e fali ullur. Çka më preferon hoxha? Hoxhat preferon mos me lënë namazin. Fillimisht e lusë Allahun e lartësuar që me ta lehtësu këtë problem me shëndet që e ke dhe këtë handicap, edhe Allahu i lartësuar me t'i falë gjunohat me ta dhe me t'i ngrit shkallët në botën tjetër. Edhe vetëm dora, bën sabër, e di që prej Allahut e ke këto, bën sabër dhe falenderoj Allahun sepse me këto keme pa në ditën e gjykimit që Allahu rrafshon kodrat mëkateve. Namazin vazhdoje ashtu qysh mundesh. Nëse mundesh, sa të mundesh në kam, falesh në kam. S'mundesh hiç kur gjon kam, atëherë ul. Po nëse dikush mundet ose edhe personi në fjalë, mund me fal një rekat në kam, atëherë çat rekat e fal në kam, rekatet e tjera ul. Domos sipas mundësisë. Ndërsa që nuk agjeron, tash dikush mund të më qenë invalid prej kamve. Mirë, po knejna organizmin e ka mirë, është i shëndosh. E nëse nuk mundet edhe me agjeru, s'ka shëndet me agjeru, edhe nuk pritet me ju përmisu shëndeti, atëherë nëse ka mundësi ekonomike, duhet me shpagu që s'ka agjeru. Për çdo ditë me ushqim të varfër. Kë Ramazan i ka 29 ditë, i gjen 29 të varfër dhe i ushqen. Ose një të varfër, 29 ditë e ushqen vazhdimisht. Nëse ka mundësi financiare. Nëse se ka as këto, atëherë nuk ka obligim për asgjë, sepse këto obligimet në fenë tonë, detyrat në fenë tonë, janë sipas mundësisë. Thotë, prindit i kam të sëmur, të dytë dhe nuk e kanë agjëruar Ramazanin dhe duhet shpagim. Mirë, po desha me ditë, a ju takon me pagu fitret që s'kanë majt Ramazan? Po, fitrat duhet me i pagu, sepse fitri është obligim për çdo musliman. Të madh, të vogël, fëmijë, përderisa është musliman. E fëmija dihet që sa gjëran. Madje edhe fëmija që lind natën e bajramit, edhe për ato duhet me dhon sadakatul fitri. Po edhe për ata që sa gjërojnë, edhe për ata jepet sadakatul fitri. Kjo është sadakatul fitri është çështja në veti, ndërsa shpagimi ose fidja është çështja në veti. Domthon para çdo sa nuk kanë agjëru, ushqejnë nga një të varfër, që përmendëm më herët. Atëherë po vazhdojmë me pyetjet e radhës sepse mi ka fundi emisionit. Thotë Selam aleikum, deshta një pyetje për hoxhën, jam në Lenz të Austrisë, në xhami. Në xhamin tonë po kënojnë tekbirën ndërmjet recateve në namaz të travis. Ka mundësi një sharem, a është në rregull kjo apo jo? Selam aleikum, Allahu ju rrit. Mirë, dhe ne përshëndesim këtë vëllatonin në Austri. Nuk është ajo që varet prej meje dhe prej teje, për arsye se atë vendim e ka marrë dikush tjetër. Mirë kish me qenë që kohën me shfrytzu në lexim më tepër. Sepse namazi natës, namazi taravis quhet qiyam. Qiyam çfarë do të thotë? Rrjedh për fjalës qame që do të thotë me qëndruan kam. E që i bie se elementi kryesor në namazin e natës është leximi i gjatë. E në vend të tekbireve që po e përmend, ose ndonjë pushim tjetër i panevojshëm, është mirë me e shfrytzu edhe me fut të leximi, me lexu më tepër, edhe me qëndru më tepër.
Thot, desha me bëni pyetje hoxhës, jam e smuar prej epilepsisë dhe a kam bërë xhaxhërimin. Në fakt, thot ditën e parë kam tentuar me agjëru, mirë po kam pas disa sulme. Dhe këtë rast tash nuk e agjëroj. Çfarë më këshillon hoxha? Allah e shëroft. Fillimisht e ja lehtësoft gjendjen. Nëse agjërimi ndikon në shfaqjen e epilepsisë ose përsëritjen e saj më shpesh, atëherë lirohet prej agjërimit përkohësisht. Pse përkohësisht? Pastaj konsultohet me mjek në bazë të analizave që i bën, në bazë të përcjelljes së gjendjes, nëse ka mundësi që më përmirësu gjendjen. Edhe ku pas kohë më ndi mirë, edhe me agjëru ditë të ndome. Sepse kompenzimi i agjërimit nuk është patjetër me agjëru 30 ditë, për shembull Ramazanit nuk i kemi agjëru 30 ditë rresh njërin mas tjetrës. Mundet me agjëru çdo të hane për shembull, ose çdo të shtunë, varësisht që i përshtatet atin. Domthonë shtunën edhe ose dillën e kam për qëllim që është ditë pushimi dhe nuk është punë, ka më lehtë me agjëru. Mirë, vetëm edhe diçka. Domthonë nëse ka mundësi me i kompenzu pastaj çështë. Qoftë edhe një ditë në javë, ose dy ditë në javë, nuk agjeron, po i kompenzon më pastaj. Mirë, nëse mjek thonë se kjo sëmundje nuk e përballon agjërimin. Edhe mjek nuk parashohin ndonjë përmirësim gjendjes për një afat shkurt ose afat mesëm, atëherë nëse ka mundësi financiare, kjo motor duhet me e shpagu agjërimin duke e ushqyer çdo të varfër për çdo ditë që nuk e ka agjëruar në Ramazan. Ju kuadrojmë telefonatën e fundit për sot. Selam aleikum. Aleikum selam. Po. Përshëndes hoxhën. Faleminderit. Desha një pyetje për faljen farzët. Disa nga farzët për shembull faljen me zot. Po. Na le azanin televizorit dhe komuniko vetëm përmes telefonit. Do thot disa nga farzët falen me zot, disa pa zot, po? Apo më dëgjon? Po, i dëgjojmë, po. Atëherë, interesant të di ku është urtësia e kësaj. Edhe nëse falmi kur duhet me zot, falmi pa zot, a kem ponka dhe ana sjelltas. Edhe cila është urtësia e kësaj? Do thotë pyet, është e qartë kjo? Po, është e qartë pyetja e parë, ose s'ke pyetje tjetër? Edhe pyetja e dytë, nëse kur po bim sejdë 2 herë po bim. A ka edhe këtu ndonjë arsye pse 2 herë? Në rregull, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Njëherë ishte edhe telefonata e fundit për sot, s'kemi kohë më. Jepni përgjigje këtij vëllaut hoxh. Pra namazin me sa i përket urtësisë në namaz, ne disa vepra, disa adhurime i kryjm, mirë po ndoshta nuk arrim me e kuptuar arsyën. Urtësia kryesore çdo adhurimi është në nështrimin ndaj Allahut, sepse Allahu ka thonë kryej dhe unë e kryj. Domthonë kjo është ajo urtësia kryesore. Pastaj nëse arrim me i kuptu disa urtësi tjera, kjo vetëm sa na e bën më të këndshëm adhurimin, edhe na e shton bindjen e te dhe na shton dashurinë për te. Pse disa namaze falen me ezan, disa pa ezan? Janë mundu dietarët me i përmend, me sa e kujtoj unë pejgamberi alayhi sallam nuk ka përmend diçka. Mirë, por namazet e ditës, domthonë ajo që dihet është namazet e ditës. Dreka edhe ikindia falen pa ezan. Leximin bëhet pa ezan. Ndërsa namazet e natës bëhet me ezan. Disa e kanë ndërlidh me çështjet e luftës ose kohën jo të mirë që ka kalu pejgamberi alayhi salatu wassalam, që natën ka qenë më rahat, njerëzit kanë qenë për shtëpi tyne, ndërsa ditën mos mu kuptu se ku është edhe ku po qëndron. Ndoshta mund edhe këtë shërbej si arsye, po për mendimin tim ka edhe urtësi tjera të cilat ne nuk i dim, mirë po prap po e them, urtësia kryesore është dëgjuam dhe respektuam i thonë Allahu të lartësuar. Ndërsa nëse namazet që janë me zan, lexojmë i falim pa zan, ose ato që janë pa zan i bëjmë me zan, thotë të pjesa dërmuese e dietarëve këtu janë sunet. Domthonë me fal drekën pa zan është sunet. Me fal akshamin me zan është sunet. Që do të thotë se nëse ja ndrojmë vendet, nuk është që kemi bërë diçka keq ose duhet me bë se visej ose prishet namazi, po thjesht e kemi nuk e kemi vepruar veprën në mënyrën më të mirë edhe sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj dy sejdë pse i bëjmë. Unë kisha me thonë pse farzi i sabahut 2 rekate, dreka 4. Ose pse akshami 3. Domthonë këtu janë që njeriu, domthonë dietarët janë mundu ndoshta me gjetë në farë urtësie, mirë po nuk është patjetër çdo adhurimit me ja gjetë urtësinë. Ose sa herë duhet me bëj diçka pse Allah e ka lënë çto. Mirë, Allah e ka lënë se është Allah.
E kështu që unë nuk di diçka që e kanë përmend dietarët se pse 2 sejdë, mirë po pa 2 sejdë nuk plotësohet rekati. Që do thotë duhet më bëj 2 sejdë për me plotësuar rekatin. Të hoxh, faleminderit që ishe pjesë i këtij misioni. Faleminderit edhe juve. Allah shpërbleft, të nderuar me çka për sot, takojmë nesër me mbetshëm me programet në vazhdim nga RTI. Asalamu alaikum.